nuk ka ndonjë njeri në Greqi, as qeveria, as opozita, përveç grupimeve ekstreme, që u thash janë në periferi të politikës, nuk merret njeri, nuk merret me çështje të tilla. Do me thënë, po të isha politikan gërek që negocioja me palën shqiptare, në kjo se dy çështjet e mëdha të Shqipërisë janë ligji i luftës, që nuk janë ato për mua. Edhe çështja e agresivitetit, do thosha, grek ndaj Shqipërisë, do ishte njeriu më i lumtur, se janë dy gjëra që nuk ekzistojnë. Dhe ne më shohim gjithmonë atyre. Në më të çështja e pensioneve është një çështje që intereson shqiptarëve, si do rrethkohet kjo marrëveshje. Njerëzit që kanë punuar 20 vjet në Greqi, 20 vjet në Shqipëri, po marrin pension akoma, domethënë me 40 vjet punë. A çështja është shumë delikate dhe më së rrezikshme që duhet të besojmë dy shteteve. Okej, zoti Beleri, kam një pyetje të tillë që Shqipëria ju e thatë dhe vetë që i respekton me ligj pakicat kombëtare. Përse Greqia nuk bën të njëjtë gjë për pakica kombëtare, për shembull për shqiptarët atje në Greqi? Shqiptarët në Greqi nuk besoj se u mohojnë ndonjë, po të shikoni tani në festat e 28 nëntorit, në 29, në gjithë qytetet e mëdha të Greqisë kishte festa, në mes të shesheve në Jo, pse si përcakton pakica kombëtare flas? Ju zot që foku thoni që shqiptarët që kanë vajt pas viteve 10 mund të përbëj pakicë kombëtare? Jo, ka dhe shqiptar për para 90 ose para 3000 vjetëve atje. Arbanitas që kanë vajt në Greqi në vitin 1400-1500 thoni. Jo vetëm Arbanitas. Po, çka ka? Shqiptar. Shqiptar, e keni fjalën për shqiptarët e Çamërisë. Po. Duhet të dini që në Greqi mund të vedeklaroj se cili atë që ndihet dhe është. Greqia nuk ka miratuar Konventën Kuadrë të Këshillit të Evropës për mërtetet. Ky është e vërteta. Edhe Shqipëria e ka konventuar, e ka miratuar, por nuk e zbaton. Greqia se ka miratuar fare. Ky është diferenca. Po në Greqi cili do qytetar mund të deklarojë në mënyrë demokratike pas një problem përkatësinë e vetë etnike. Unë nuk kam takuar në Greqi, edhe pse njoh shumë shqiptar para viteve 90 që të deklarojnë si të tillë. Sepse kanë frikë. Nga kush? Po nga kush? Nuk e kanë frikë nga Shqipëria. Nuk është një çështje që ngret të them nuk ka sens. Nuk edhe po të ketë, duhet të dini që ka edhe këngë, ka edhe njerëz, ka edhe grupime, po të gjitha ata janë në harmoni. Mua më thonë tani që janë bërë presion më publik në Greqi dhe takoj Arbanitas kudo që vete. Janë institucionar grek, janë piloti që isha dje, ishte Arbanitas. Më tha unë të votova se jam Arbanitas. Mirë bëni thash, unë nga je prit, se që nga e bukur kjo. Do të ka votuar ty si Arbanitas. Ti pas ke marrë votat edhe të shqiptarëve të vjetër, zoti Beleri. Nuk e di, nuk mund të shikoj votat, thash një piloti që toja dje më tha këtë... Piloti, ja? O sa e bukur kjo histori më. Shumë e bukur. Dhe i them unë nga je më tha nga fshati që është, nga Shtogjina, sa vit e keni, më tha mua nuk di gjë, po i thashim në flesh Shqip, 2-3 fjalë më tha mua buk, uj, më mëngjesë, 2-3 gjëra tilla. E bravo, ai tani e di ishte Arbanitas, po di e grek. Do me thënë, mua më voturi, më thonë mua. Ç'të bëj ai shkreti o zotë Beleri, si është bërë ujë gjaku, ç'a ka ndodhur në këto 100 vjet me atë shkretin? Si ç'a të diet? Nuk janë 100 vjet, 400-500 vjet. Ai shkreti tani është. Jo, ç'a ka ndodhur këto 100 vjet e fundit them unë pa ato 400. Po Arbanitas në Kanarën dhe Greqisë që thash pas rënies së Skënderbeut, pra nuk janë vetëm 100 vjet. Që ata bajnë akoma gjunë e tyre dhe zakonet, sigurisht që nuk kanë jetuar në terror si po thoni ju. Irakli Koçollari shkruan që janë 3 milion Arbanitas. Nuk e di, mund të jenë. Mund të jenë.
Nuk e di ka shumë në preferit të Irakli Koçollari, them, studiosi serios. Nuk e di. Ata njerëz duhet të dini që deklarohen dijen Arvanitas. Kanë qenë në instancat më të larta të shtetit grek. Duhet të dini që ka pat pangallos që thatë, ka qenë Arvanitas dhe deklaronte. Po ka qenë president, kryeministra, ministri i jashtëm. Po, ata njerëz nëse do të shkoheshin dhe do ishin të diskriminuar, nuk do arrinin instancat më të larta të shtetit. Ka një shprehje në Parlamentin Evropian, në Parlamentin grek, në vitet pas luftës. Kondili ish kryeministri kur u natos shumë, tha do bëhet ashtu se ashtu dua unë, në Shqip. Pra në Shqip? Në Shqip e tha në Parlamentin grek. Kush e tha këtë? Kondili ish kryeministri i viteve të luftës. Tani, për ta mbyllur këtë. Natos nga kritikat e opozitës dhe po bëj një debat i madh. Dhe kjo është në arkiva, unë nuk e parë. Do të thënë, nuk kanë qenë të diskriminuar Arvanitas dhe nuk janë. Ka shumë politikanë sot grek në instancët më të larta që janë me origjinë Arvanitasi. Ata dijen grek, nuk kanë ndonjë, nuk e dinë që kanë origjinë Arvanitase, e thonë, nuk e thonë të gjithë, disa që e thonë, janë krenar, po janë pjesë e pandare e kombit grek. Zoti Beleri, ju vetë ndjeni shqiptar? Duhet të sqaroj se është një temë serioze. Ndjem shqiptar do me thënë, një njeriu mund të ketë vetëm një etni, dhe jam etnisë greke, ndjem shqiptar, po jam pjesë, jam qytetar shqiptar, dhe dua që shteti shqiptar të evoloj, të përparoj dhe të jetoj mirë, se si që ta e gjysmën e jetës e kam pa në Shqipëri, e gjysmën e jetës time në Greki. Pra, dashurin, respektin që kam për shqiptarët dhe për Shqipërinë, është e pakufizuar. Po kam një etni, jam etnisë grek.